Përpara se ta hidhte në humner shokun e tij të ngushtë, Armand Shakaj e kishte qelluar me plumb pas koke. I dyshuari kryesor i krimit të rënd nuk është arrestuar ende, ndërsa burimet pranë grupit hetimor bëjnë të ditur se trupi i 34 vjeçarit Egland Koçi u gjeti dekompozuar pranë fshatit Sëruj pas 2 javësh kërkime intensive nga forcat e policisë të Shqipërisë dhe të Kosovës. Policia gjeti përmes dronit një viktim mashkull, trupi i të cilit, sipas të gjitha dyshimeve, i përkiste 34 vjeçarit të zhdukur pa gjurmë. Më pas ishin familjarët ata që e konfirmuan identitetin në morgun e Tiranës. Policia njoftoi zyrtarisht sa u gjet mes Tiranës dhe Elbasanit. Në këtë zonë ishin përqendruar kryesisht edhe kërkimet e policisë pasi përkonin me sinjalet e fundit të celularit të shokut të tij të ngushtë Armand Shakaj, i dyshuari kryesor për rrëmbimin dhe zhdukjen e të riut. 41 vjeçari, miku i Egland Koçit, ka qenë personi i fundit me të cilin ai ka pasur kontakte para humbjes së tij pa gjurmë më 4 qershor në zonën e sheshit Wilson në Tiranë. Atë natë ai shkoi me motor te lokali i shokut të tij për të mos u parë më kurrë. Sipas hetimeve, autori është fiksuar nga kamerat e sigurisë duke dalë nga lokali me qese të zeza, të cilat i futin në automjetin e tij tip Porsche Cayenne. Automjetin, për të mos u pikasur, e kishte vendosur në një karrotrec, ndërsa motorin e viktimës e transportoi në zonën e 5 Majit. Hetuesit besojnë se në qesën e zezë ndodhej trupi i pajeti Egland Koçit. Në dieni të pengmarrjes e më pas të ekzekutimit dhe zhdukjes së trupit, ishte edhe kamarieri i lokalit Enea Zyferi, 25 vjeç, i cili u arrestua në zonën e bulevardit të ri, teksa po lante automjetin me urdhër të Shakajt. Brenda makinës janë gjetur një lloj gjaku që dyshohet se i përkasin Egland Koçit. Madje në dëshminë e tij ai ka deklaruar se pronari i kishte kërkuar të fikte dritat, pasi do të nxirrte një frigorifer të madh. Pistat kryesore të hetimit lidhen me mosmarrveshjen për kriptovaluta dhe parat me fajde.